Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari ka deklaruar se policia e shtetit ka marrë prej kohësh masa të shtuara sigurie në vendodhjet me rëndësi kritike. Ai theksoi se lajmërimi i bërë nga ambasada e SBA-s për situatën e sigurisë është standard dhe është bërë edhe në vende të tjera të botës. Për sa i përket deklaratës, unë e përmenda më herë që edhe nga komunikimi me përfaqësuesit e ambasadës është bërë me dije se ky njoftim është bërë dhe në vende të ndryshme të botës dhe Evropës, duke përfshirë Belgjikë dhe Holland. Kështu që nëse qytetarët shqiptarë ndihen të pasigurt, atëherë bie do të themi që dhe qytetarët belg dhe holandezë dhe të vendeve të tjera të Evropës të ndihen të pasigurt, por nuk besoj që ky është rasti, pasi njoftime të tilla ju e dini janë bërë në mënyrë periodike, kur të herë që ka pasur një informacion qoftë edhe që lidhet me protestat. Njoftime të tilla patjetër janë pjesë e rutinës së përfaqësive diplomatike për qytetarët e tyre, por ajo çfarë ne u garantojmë qytetarëve shqiptar është që vlerësimi i riskut është bërë shumë kohë më parë, ka masa shtuara për disa përfaqësi diplomatike dhe për vende që unë thash që nga vlerësimi i riskut që është bërë muaj, vite më parë, do thoya dhe përditësohet në mënyrë periodike. Policia e shtetit ka koordinuar në mënyrë të ngushtë me agjencitë e tjera, përfshi ato të inteligjencës. Lamallari foli gjithashtu për progresin në luftën kundër krimit të organizuar, drogës dhe pastrimit të parave, duke përmendur ngritjen e zyrës për rikuperimin e aseteve dhe përparimin me kodin penal në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian. Progres i cili është njohur edhe nga Komisioni Evropian në raportin më të fundit për Shqipërinë, ku është konsideruar një progres i mirë, pra tekstualisht përdoret fjala good progress, pra progres i mirë për sa i përket kapitullit 24, që sot gjithë përpjekjet e bëra nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe agjencitë e varësisë, por edhe institucionin e rëndësishëm të policisë së shtetit janë vlerësuar dhe tashmë jemi sigurisht në negociatat të karakterit më politik, sidomos kur flasim për çështje shumë të rëndësishme si miratimi i planit Schengen që Shqipëria e ka realizuar së fundmi, po ashtu edhe nevoja e rritjes së bashkëpunimit me vendet anëtare në kuptim të strukturave të reja që janë ngritur në policinë e shtetit, konkretisht një zyra për rikuperimin e aseteve, e cila është një vlerë shtuar në luftë kundër pastrimit të parave dhe krimit ekonomik. Nga ana tjetër, babai Ervis Martinajt, i zhdukur që nga gushti 2022-shit, akuzon institucionet se nuk po hetojnë ngjarjen e zhdukjes së djalit të tij. Lamallari tha se si titullar politik nuk mund të komentojë mbi hetimet konkrete. Kërkesa juaj për koment nga ana ime nuk mund të adresohet për vetë faktin sepse do kërkonte përfshirjen e një titullari politik në çështje operacionale. Vlerësimin mbi nivelin e hetimeve të bëra nga policia e shtetit e bën vetëm prokurori i çështjes. Që thotë këto informacione disponojnë vetëm oficerët e policisë gjyqësore dhe hierarkia e tyre që ndjek në kuptimin policor, por dhe gjithë porositë e deleguara nga prokurori i çështjes, të cilët bëjnë vlerësimin e nivelit të hetimit dhe sa janë ezaruar gjithë mekanizmat ligjor që ofron ligji procedural, por edhe ai penal për shterimin e hetimeve. Kështu që nuk mund të ketë asnjë koment nga ana ime si për këtë ngjarje, aq më tepër për afate, sepse afatet përcaktohen nga kompleksiteti i çështjeve. Ministri u angazhua se të gjitha strukturat e sigurisë janë të përkushtuara për të ruajtur rendin dhe stabilitetin në vend. Sa i përket protestave të opozitës, tha se do të dënohen sipas ligjit të gjithë personat që rrezikojnë jetën e qytetarëve dhe të efektive të policisë, si dhe që sulmojnë godinat shtetërore me molotov.